إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtetë falënderimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. Atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetëm dhe bashok është ai që meriton adhurimin. Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar e Allahut. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O ju të cilët jeni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos vlisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, i cili ju ka krijuar ju një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja parafisnore, se më të vërtetë Allahu është mbi mbikëqyrës. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Jo mundësoni ju Allahu lartësuar të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë rrisit në fe. Çdo rrisi është bidat, dhe çdo bidat është në humbje, dhe çdo humbje është në zjarr. Ibadallah, robërt e Allahut, që ndërojmë sot në këtë hutbë në dy hadithe kryesore, me të cilat njeriu ndërton llogarin e vetvetes, ekonomin dhe rezervat
e tij në çështjet e besimit, me të cilat shënohet dhe shkruhet fundi i veprave që bën, i ditës së tij, i natës, i aktivitetit, madje dhe i tërë jetës. Gjërat të cilat njeriu i prek dhe i ndodhin në jetë nuk vijnë nga asgjëja. Çdo njeri i cili përpiqet në rrugën e besimit dhe has në të çalime, kjo nuk është nga asgjëja. Çdo kush i cili lufton mes provat në jetën e tij, por në shumicën e rasteve dështon, çdo kush i cili lufton me epshin, pasionin, dëshirën, dhe në të shumtën e rasteve dështon, kjo nuk është nga rastësia. Kjo ka lidhje ngushtë me imunitetin e njeriut në çështjet e besimit. Ashtu siç sëmurët trupi, sëmurët e shpirti, sëmurët dhe dobësohet vendoshmëria në çështjet e besimit, siç sëmurët dhe dobësohet shëndeti i njeriut në aspektin fizik. Nëse qelizat imune në fizikun tënd janë dobësuar, testi i sforcës i parë, në të cilin ti do të përballohesh me të, dështimi do të jetë i sigurt, sepse mungojnë elementet me të cilat ti i bën ballë këtyre vështirësive. Allah subhanahu wa ta'ala e ka bërë trupin e njeriut si të jetë një ushtri e mirë organizuar kundër armikut të saj, kundër smundjeve, të vogla qofshin ato apo të mëdha. Ky sistem, që sistem imun, nëse njeriu i bie, sa do e madhe të jetë dëshira e tij, që mos të sëmuret, që mos të dështojnë në këto teste sforce, dështimi është i sigurt, sepse kjo nuk arrihet thjesht me të paturin dëshirë, unë nuk dua të vdes, ose unë nuk dua të smurem. Sigurisht që vendimi, dëshira ka një rol, por i cili nuk mjafton për të ngretur sistemin tënd imun. Dhe me patjetër që do të shkosh. Specialistët e asaj fushë të japin terapi për një muaj, për 2, për 3 muaj, për një vit, që duhet marrësh këto kokra, këto ilaçe, këto kapsula, që të rrisësh imunitetin tënd dhe jo çdo herë që fry një erë apo bën një pikë shi, sëmurës të kap shtrati. E njëjta gjë është për shëndetin e shpirtit. Bie njeriu në mëkat, ndjehet keq, thot nuk do ta bëj më. Dhe sërish kthehet në mëkat dhe thot nuk do ta bëj më. Gjëja që për njeriu të dështojë në të sprova sforce është dobësia e sistemit të tij imun me çështjet e besimit. Si e ndërton njeriu këtë? Me veprat e tij. Nëse të mira, ndërton imunitet të shëndosht, nëse të dobta, prish forcën e imunitetit të tij në çështjet e besimit dhe nuk do t'i mjaftojë atij dëshira. Madje dëshira do të jetë e zhveshur krejtësisht nga puna. Shembuj dhe fakte të cilat Allahu Azza wa Jalla ka përmendur në Kur'anin e Kerim, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Do dëshirojnë ata që janë jo besimtarë të ishin musliman.
e shikon një jo besimtar, jetën e një besimtar, të isha në të unë ai. Thjesht një ndjenjë momentale e shkputur tërësisht nga mundësia dhe dëshira e cila rrjedhimisht sjell punën. E shqisoj se ai i cili është në shtratin e vdekjes për shkak të abuzimit me shëndetin e tij, në ushqimin, në trajtimet e gabuara të shëndetit të tij, e kur është në shtratin e vdekjes apo i duket sikur ka arritur vdekjen dhe çon çastet e fundit, thot, jo, nuk ishte tash ta bëja këtë, dhe atë qorton të vetën e tij dhe e merr vetën llogari, gjë e cila mund të sjellë sukses nëse rikthehet sërish në shëndetin e përparshëm dhe mund mos të sjellë sukses nëse aty është finali e tij për këtë jetë. Absolutisht në këtë mënyrë duhet ta shohim që këto janë shembuj të ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala, në sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, të krahasuar shëndetin e trupit me shëndetin e shpirtit. Siç ti kërkon për shëndetin tënd fizik imunitet, ashtu kërkon dhe për shëndetin tënd të shpirtit imunitet. Këtu më pas vjen një pjesë tjetër që shumica e njerëzve dhe nuk e ndërtojnë dot. Të njëjtën gjë bëjnë mjekët me pacientët e tyre. Ke mundësi të hash një çdo ditë një lugë mjata te e bojë, po bëj këtë. Po një kokë në ke mundësi të hash edhe këtë e bojë, ne kam thjesht. Dhe në fundin e analizës me që çdo gjë është e mundshme, thjesht është neglizhimi i personit ndaj shëndetit të tij. Dhe kjo vërtet në një fjalë. Tahqir al-a'mal. Është shvlerësimi i veprave. Qofshin të mira apo të këqija. Transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij. Ky është një nga hadithet dhe pasi një tjetër e hadithe në këtë temë janë të shumta, që ne japin të kuptojmë se si ne duhet të ruajmë shëndetin tonë shpirtëror. Transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij nga Sahl ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Iyyakum wa muhaqqaratu dhunubi." Iyyakum, fjala iyyakum e përshtatur në gjuhën shqipe, është paremrim i nivelit të lartë. Bëni kujdes në zhvlerësimin e mëkateve, duke thënë se ky mëkat i vogël është. Ose bëni kujdes nga ato mëkate që janë të vogla, duke menduar se nuk kanë pesh. Gjithashtu bëni kujdes të kuptoni gabim fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Allah azza wa jalla në Kur'anin Kerim, nëse ju largoheni nga mëkatet e mëdha, për së cilave ndaloheni për tyre, ne ju afalim ju mëkatet e vogla dhe ju bëjmë banor të një vendi në të cilin ju në të do të nderoni, pra xhenetin Allahu azza wa jalla. Dhe të ndoshte mëkatet e mëdha janë 1, 2, 3, largohen nga to dhe hape derën e mëkateve të vogla. Hapja e derës së mëkateve të vogla, duke kinse ju referuar të ajetit kuranor, është padrejtësi në kuptimin e ajetit kuranor. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i thënë Aishës radhiyallahu ta'ala anha: "Iyaki wa muhaqqarati dhunub fa inna laha min Allahi taliba." Bëj kujdes
është vlerësimi I mëkateve do të ka gjë kjo. Fa inna laha min Allahi taliba. Se këto do të kërkohen tek Allahu Azza wa Jalla, do të japësh llogari. Çdo kush në këtë botë, pa përjashtim, utiya min hadal babi. Çdo njeriu I ka ardhur dobësia në këtë jetë nga zhvlerësimi I gjërave të vogla, nga shtimi I mëkateve të mëdha të vogla dhe hapja e tyre pa kontroll. Dhe vazhdon hadithi I cili është tek Musnedi Imam Ahmedit, I cili na vërteton këtë kuptim se nuk janë fjalë që I themi nga vetvetja, janë fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa inna matalaha kamathali qawmin nazalu biwadin. Shembulli I mëkateve të vogla është I shembulli I disa njerëzve që s'kan zbritur në një lugin, fa ja'ala hadha ya'ti bi'udin wa ja'ala hadha ya'ti bi'udin fa antaju tabithum. Ky e solli një ashkël, një kënde, një pjesë drurit, ky tjetër I solli një ashkël tjetër, dhe kështu ndezën zjarin dhe bën ushqimin e tyre. Wa innaha in ijtama'at 'ala al-'abdi tuhlikuhu. Këto mëkate, nëse I mblinë robit, e shkavarojnë, e fshinë. Bjen imuniteti. Shpohesh në disa pika të vogla, prej se cilave në rajër, dhe të hynë sikleti nga të gjitha drejtimet. Dhe më pas habitësh, pse nuk kam forcën? Bën një mëkat, pasi e mbarova të, në thojza shijove lezetin ati mëkatit, shikon që e qërton vetën. Nuk duhet ta bëj më. Kjo është vetëm dëshira, vendimi që ti ke. Po ti nuk zotron elementet bazik të cilat të ndihmojnë në realizimin e kësaj gjëje që ti bën. Është njësoj se ai personi që thot, unë sot nuk do të kem ftohtë, siç kisha mbrëmë, në natën e mbrëmshme. Por sërish ai nuk merr me veten një mbulesë, me të cilën të mbulohet, e të ruaj veten nga ftohti. Fjala dhe dëshira e tij nuk do të ndryshojnë nga realiteti asgjë dhe ai sërish do të ketë ftohtë. Sepse nuk ka marrë elementet me të cilat realizohet gjëja, jo vetëm dëshira. Kjo është ajo që do njerëzit. Nuk I bën dot gjërat e mëdha, shto sa më shumë bërjen e gjërave të vogla. Kjo është rruga e shpëtimit për çdo njeri I cili e shikon veten I paaft, I pafuqishëm. Në ato momente pa irade, pa vendosshmëri, për të ecur përpara dhe për qenin fort kundrejt provave që haset njeriu me to në këtë jetë, shto veprat e vogla të thjeshta. Çdo kush prej nesh ka vepra të cilat I ka të thjeshta. Jo vetëm I ka të thjeshta, po që janë dhe të dashura për të. Shtoj ato. Shtoj dhe do të shohësh se këto do të jenë shkak që të lehtësohen disa vepra të tjera që ti dje I kishe vështira. Nga sot, ti mos merr vendimin që unë nuk do të bëj më mëkate. Se është e paritshme. Por ti nga sot merr vendimin që unë do shtoj sa më shumë vepra të mira sa do të vogla të jenë. Sepse këto bën kundrejt Allahu subhanahu wa taala. I cili shpërblen shumë dhe shpërblen mirë. Si shkojnë njerëzit dhe bëjnë pazare në zonat
ku ka më tepër lëvizje, se aty paguhet e Allah Azza wa Jall I jep më shumë. Atë veprën e vogël, atë sadakan e vogël, Allah Azza wa Jall e pranon dhe e rrit, e shton dhe e shumëfishon. Ashtu si që bëjnë njerëzit me pronat dhe pasurit e tyre. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حديث يدنا نقدم حديث أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفسير ترى إمام مسلم صحيح ندي لا تحقرن من المعروف شيئا. ومصدرنا بين بدمينا أسجد. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق لسيغورتين يفتون تشتاكوش vëllain tënd në fytyrë të qelur, jo I ngrysur, në fytyrë të qelur. Dhe sikur me një fjalë të mirë, askush mos të shpresojë vepra të mira. Sa do të bëjmë atje? Nëse shton ato veprat e mira të vogla, do të shohësh se ato tjera që ti mendon se ka qenë vështira, do të shohësh se është thjeshtësisht për të kaluar ato. Ti nuk kalova ato me forcën tënde, po me mirësinë Allahu Azza wa Jall. Pasi ju bind atij, ndoqë rrugën e tij. Për ta dhënë shembull në aspektin jetësor, që ndër tek fiziku, që ka lidhje të ngushtë midis shpirtit dhe trupit. Jetojnë bashkë, por shpesh herë ndahet shëndeti tyre. Gjen trup të shëndetshëm dhe shpirt të smur, po ndodh që gjesh dhe shpirt të shëndetshëm e trup të smur. Sigurisht që lumturia plotësohet akoma dhe më mirë nëse janë të dyja së bashku, shëndet në shpirt dhe në trup. Njerëzit që shkojnë në palestër dhe kanë një qëllim për të bërë një ushtrim. Specialistët në kësaj fushë, nëse vërtetojnë që ti nuk arrin dot ta bësh këtë ushtrim, dhe të themi hekurit tek, nuk e ngren dot trupin tonë, peshin e trupit tonë. Ta dëshirojnë këtë veprim, këtë qëllim, këtë arritje, këtë synim, ta dëshirojnë në disa ushtrime të thjeshta. Do të bësh një herë si kjo, e po këtë po e bëj. Këtë gjëra të thjeshta ti shumëzojnë një herë, dhe pas një muaj do vërtetosh që ti e ke të thjesht arritjen e këtij qëllimi. E njëjta, plotësisht është dhe në shëndetin e shpirtit. Ato që ti sot e ke vështirë, të themi një person e ka vështirë të largohet nga muzika. Muzika është haram. Dhe pse ka njerëz që cicerojnë këtu dhe atje dhe pretendojnë se është halal, dhe se ke vështirë të largohesh nga muzika, dhe nuk të mjafton thjesht vendimi që unë sot nuk do të dëgjoj më muzikë, rruga për të shpëtuar ti prej këtij mëkatit është vetëm dera e dashurisë dhe urrëties. Të ngresh dashurinë e të kundës të kësaj, do të shtohet automatikisht urrëtia e anës tjetër. Lexo sot ditë Kur'an, një xhuz, dhe bëj dikën e mëngjesit, bëj dikën e darkës, bëj 1000 herë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, 2000 herë, bëj 1000 herë istighfar, dhe më pas shkoj tek muftiu jot, që është zemra në këtë rast. Në këtë rast, dhe shikoj e ta pranon muzikën apo jo. Dhe kjo është ÇDV-ja, e thon shkurt çfarë deshe me vërtetu. Ta kuptosh se shpirti e refuzon.
S'ke nevojë me pas pyesësh filanin e bistekun. Një person i cili lexon çdo ditë një xhuz Kur'an dhe i bën këto adhkara që në thamë, nëse pas një muaj do tentoj të dëgjoj muzikë, shpirti do t'i kushtohet. Dhe do ta shohë se nuk e pranon më. Gjë e cila do t'i vërtetoj qartë ti njeriu se është ngretur dashuria e të kundës së saj, e cila ka shkaktuar urrëtin anës tjetër. Dhe refuzimi totalisht të asaj gjëje. Kështu i bëhet ballë vështirësive dhe sëmundjeve të shëndetit të shpirtit të tjerë. Nuk i bëhet ballë pjesë me vendime. Sot unë kështu, e merr paketën e cigareve dhe thyt, nesër nuk e tjetër. Sigurisht që do bësh nesër, do bësh më shtrejt. Sepse të mungojnë elemente të cilat me to arrin qëllimin. Ndërto elementet dhe lej shikojnë në rrjedhë të lirë vendimet e shpirtit kundrejt këtyre veprimeve. Nëse shpirti nuk të dikton, thjesht dëshira dhe mendja jote gjykon, të kesh një shkputje të qartë midis mendjes dhe shpirtit. Dhe për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Në trup ka një kafshar. Në përqindje me masën tjetër të trupit është tjetër një kafshar, zemra. Idha saluhat, nëse rregullohet kjo kafshar, rregullohet i gjithë trupi. Ala wa hiya al-qalb. Kjo është zemra. Taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. Devotshmëria është këtu. Devotshmëria është këtu. Kjo nuk do të thotë që mjafton ta kesh zemrën e pastër dhe veprat lëshoj me duar të lira. Jo. Kjo për të thonë atë që ne thamë, nga këtu vjen ndryshimi. Jo nga këtu. E kam ndalë menin, ndaj sa dush. Gjithë ne kemi ndalë menin ato që janë obez, që unë do të mësohen. Dhe gjithë kanë dështu pa përjashtim. Përveç atij i cili merr një vendim për të marrë masat elemente me të cilat ai i bën ballë këtij rrugtimit dhe eliminimit të këtyre sprovave. Kjo është temë shumë e rëndësishme. Një person do të mund të lejë mësirat, e lidh me shëndetin, me trupin, sepse kështu mund të arrihet kuptimi më qartë. Do mund të lejë mësirat. Askush i cili vendos që t'i lejë mësirat thjesht në një mendim që ka në kokë, nuk ka arrihet këtë gjë. Sepse ai që quhet neps në aspektin në gjuhën popullore nepsi, ai në aspektin shkencor ka një ekzistencë, ka diçka që mjekët e kanë vërtetuar në zonën e hongë, që ta kërkon ty këtë ushqim me cilin është mësuar, edhe çon sinjalin e tru, dhe ti bëhesh si i çmendur, o do të hash një gjë të ëmbël, ose ndryshe ti atëherë gjyko eliminimin e këtij që e kërkon këtë. Dhe më pas, nëse mungon kërkesa, atëherë arrihet qëllimi. Edhe veprën e keqe, nëse ta kërkon shpirti, truni do të thotë jo. Do t'i përgjigjet zemra shpirtit, sepse kanë lidhje të ngushtë me njëra tjetrën. Zemra do urdhëroj gjymtyrët dhe gjymtyrët do t'i bindën zemrës dhe zemra do t'i shkojë mbrapa shpirtit. Nëse ne kërkojmë që të kemi nefsun tayyibe dhe mutmainë të mirë të qetë, duhet mos t'i shpërsojmë veprat e mira të vogla, as mëkatet të vogla, përkundrazi duhet i shtojmë sa më shumë këto veprat e vogla që janë të thjeshta, janë si të quhen në gjuhën e marketingut, janë free, janë falas, i të thjeshta për t'i bërë, por ama këto ka një ndikim të madh. Dhe të eliminosh ato mëkatet e vogla, po shqyqy që janë të vogla, do të thotë i kjetë lehta për t'i lënë, lehtë. Dhe do të shohësh se si lehen ato të maja, tilqaian automatikisht.
Kështu ne ndërtojmë ekonominë e çështjes së besimit dhe imunitetit e shëndetit të shpirtit. Ashtu siç ndërtojnë njerëzit shëndetin dhe imunitetin e trupit të tyre. Lutim Allahu subhanahu wa taala të na bëjë ata të zë protegjojnë veten e tyre në mirë,